në një bastise të një klase ka ndodhur prej 4 nxënësave nxjerr 20 thika në një klase. Ato thika i marrë mu përdor. Krijohen grupe të ndryshme, krijohen banda të ndryshme. Për shkak të gjendjes në Mitrovic të Veriut, janë marrë policia edhe janë vendosur atje dhe shkollat kanë mjet pa siguri. Problem përdorimi thikave, përdorimi armëve, përdorimi drogës, ngacmimet seksuale, dhunime, stazania nëpër shkolla. Pra na sot të gjithë si prind e kemi një shqetësim shumë të madh kur e dërgojmë në fëmijën në shkollë edhe marrim telefonin afër, vazhdimisht mos po na thirr dikush prej personelit të shkollës se çka i ka ndodhur fëmijët tanë. A ka në ngacmim, a ka në rraje që ka ndodhë. Këto janë duke ndodhë me të madhe në gjitha shkollat e Prishtinës, pra të miturit, qoftë ata në moshën e përgjegjësisë penale, në moshën 14 vjeçare, qoftë ata edhe në përgjegjësi penale, në vazhdimsi ka raste dhe ato me mira raste, të cilat nuk trajtohen, as nga personeli i shkollës, po as nga familja. Sot ne kemi nevojë për shkollat tona të bëjmë edhe detektor në hyrje të shkollës, si një formë e krijimit të sigurisë, sepse në një bastise të një klase ka ndodhur prej 4 nxënësave nxjerr 20 thika në një klase. Ato thika i marrë mu përdor. Pastaj telefonat përdoren në vazhdimsi, krijohen grupe të ndryshme, krijohen banda të ndryshme. Është policia e komunitetit e cila ka përgjegjësi të sillet rreth shkollave të bëjë sigurinë në rroba civile. Mirë po shumica e tyre tash e 3 viteve për shkak të gjendjes në Mitrovic të Veriut, janë marrë policia edhe janë vendosur atje dhe shkollat kanë mjet pa siguri. Policia komunitetit... Po, veç policia se ka detyrën me një shkollë. Jo në shkollë, rreth shkollës, sepse banda kryesisht krijohen. Po, rreth tjetër, me të kontrolluar, nuk e kontrollon. Jo, brenda shkollës është personeli shkollor që duhet të kujdeset. E po çka me bu policia jashtë shkollës? Qysh me pa që ka thika? Jo, policia jashtë shkollës duhet me siguru lokalet të cilat shesin, sepse sot mundesh me bledh thik, me porosi, online edhe lokalet të cilat shitet droga edhe thikat rreth shkollës. Policia duhet të bashkëpunojë me Ministrinë e Industrisë, atje dhe me Inspektoratin Komunal që ato objekte duhet të largohen në perimetrin e caktuar afër shkollave. Nëse si afër shkollës e shet thika, kush don me gjetë thikë e gjen edhe larg shkollës. Po nëse tash policia ka për detyrë me ulumtu këto raste, sepse s'ka kush tjetër, policia duhet edhe të një rrjetet sociale, edhe shqiptore, sepse është punë e tyre.